Pak orë pas ndërrimit të viteve, një aksident i rënd ka përgjakur rrugët e vendit, ku përpasoi 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa një tjetër ndodhet në spital në gjendje të rënd. Rreth orës 3:18 minuta, 2 mjete janë përplasur kokë me kokë në aksin rrugor Gjirokastër Tepelen, në vendin e quajtur bypass. Në njërin prej mjeteve të përfshirë në aksident, makinë tip Volkswagen, udhëtonin Klejdi Miftari, 24 vjeç, dhe Angelo Ruçi, 27 vjeç. Fatkeqësisht nga përplasja 2 të rinj kanë dëruar jetë. Ndërsa mjeti tjetër tip Mercedes-Benz udhëtonin Martin Dulaj, 25 vjeç, i cili ka ndëruar jetë në vendngjarje, si dhe Arsida Demiri, 19 vjeçe. Kjo e fundit ka pësuar dëmtime të shumta dhe është dërguar menjëherë në spitalin e traumës, ku ndodhet ende në rrezik për jetën për shkak të frakturave të shumta. Policia ndërkohë vijon hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit të rënd, ku në ditën e parë të vitit 2026 shënoi 3 viktima. Ndërkohë mëngjesin e sotëm një tjetër aksident i rënd dëshënuar në aksin Peqin-Rogozhin. Si pasojë e përplasjes të 2 mjeteve kanë mbetur të plagosur 3 persona, të cilët janë dërguar menjëherë në spital.